Periudha e dimrit portokalimi drejt pranverës është shoqëruar me një ngarkesë të shtuar pacientësh në qendrën shëndetësore të Novoselës, sipas mjekut Arben Xhuveli, ku sipas tij kanë qarkulluar forma të ndryshme të gripit nga më të lehtat deri tek rastet më të rënduara, por pasjell probleme të veçanta apo situata shqetësuese për shëndetin publik. Gjatë periudhës kryesisht nëntor, dhjetor, janar, shkurt, edhe fillimi i muajit mars ishim gjatë sezonit të gripit, stinori i cili thënë drejtën vazhdon ende me raste më pak, po gjithsesi jemi në këto situatë. Kaloi me një ngarkesë në momente të caktuara edhe të rritur, me më shumë numër të rritur rastesh, me forma më të lehta dhe forma më të rënda, forma të hospitalizuara në fundit si çdo vit, si çdo gjendje gripale. Mendoj se e përballua mirë dhe mund të themi që ishte e kaluar në mënyrë suksesshme pa problematika të veçanta. Xhuveli ndalet dhe tek rëndësia e vaksinimit kundër gripit, duke cilësuar atë si një nga mjetet kryesore parandaluese, veçanërisht për moshat e treta dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Mjeku thekson se një grip i zgjatur mund të ndikojë negativisht në gjendjen shëndetësore të këtyre kategorive, ndërsa shton se fushata e vaksinimit ka qenë e suksesshme. Megjithatë, ai apelon që qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të vaksinohen në kohë. Gripi ka punën e tij dhe njeriu normalisht mjekësia ka punë e saj. Gripi ne nuk e ndalojmë dot, por ne mund të vaksinohemi. Dhe vaksinimi edhe duke parë situatën si vjet, tregoj që vaksinimi është një mjet i kryesor që kemi në kundër gripit stinor. Kur flas për vaksinimin, flas kryesisht për moshat e treta, të sëmundjes kronik, por çdo njeri që ka kryesisht dhe profesionistë që kanë punë të tilla që jetojnë në ambiente ku mund të kontaminohen shpejt, apo që një gjendje gripale zgjatur mund t'i lërë dhe mund të ndërpresë procesin e punës ose të krijojë një lodhje të gjatë, pa llogaritur efektet asore që jep gjendja gripale. Ndaj vaksinimi është shumë i rëndësishëm, për mendimin tim është arma kryesore kundër gripit. Duke qenë se e zumë në gojë, ne si vjet kishim dhe fushan e vaksinimit të gripit stinor si çdo vit, dhe që një vaksinim mund të themi suksesshëm, me arritëm ndoshta edhe të i kaluar atë objektivin e vendosur nga njësia vendore e kryqëzimit shëndetësor. Dhe ja jemi në këto, megjithatë ka gjithmonë vend për përmirësim, por unë vazhdoj të mbul për vaksinimin e gripit stinor. Vaksinën kundër gripit stinor është një zgjidhje e mirë. Edhe pse jemi në stinën e pranverës, mjeku Xhuveli nënvizon se virozat sezonale vijojnë të jenë prezente, të shoqëruara shpesh edhe me alergjitë tipike të kësaj periudhe. Për këtë arsye, ai këshillon qytetarët të mos neglizhojnë simptomat dhe të kërkojnë ndihmën e mjekut për trajtimin e duhur. Ne jemi në muajin prill tani, jemi zyrtarisht në pranverë, por janë të dyja, mund të themi, se edhe koha, siç e shkon me këto lëkundjet e temperaturave, njeriu është më vulnerabël, më i dobët, të themi, rezistencë e njeriu bie në këto lëvizjet e temperaturave, dhe kemi virozat e stinës tani, në një rast të shkëputur të gripit, kemi virozat e stinës, po janë dhe alergjit, të cilat ja tani duke u ngrohur koha me çeljen e luleve dhe të bimësisë, me rritjen e përqindjes së polenit në ajër, dhe përqindjes dhe të shumëllojshmërisë së poleneve. Se janë të gjitha bimët që çelin njerëz, atëherë i kemi dhe alergjitë stinore patjetër, të cilat pastaj kanë ato mënyrën e tyre se si duhet të veprojnë. Është meqense zonë alergjitë, edhe meqense jemi dhe tani në ashtu, është diçka që shumë njerëz se në vlerësojnë rëndësinë e një gjendje alergjike. Mirë është që gjendjet alergjike të vlerësohen nga mjeku, të vlerësohen nga një profesionist i shëndetit. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i punës së qendrës shëndetësore është shërbimi i kontrollit në banesë, pjesë e një projekti të qeverisë shqiptare. Ky shërbim fokusohet kryesisht tek një grup pacientësh që kanë vështirësi për të lëvizur, duke u ofruar kujdes të vazhdueshëm shëndetësor. Është projekti që ka disa vite që ka filluar, ka 2 vjet që ka filluar ky projekti KSHB, që është kontrolli shëndetësor në banesë, i cili është një projekt i qeverisë shqiptare
Ministrisë Shëndetësisë të themi, I cili ka të rregullat e saj, ka mënyrën e nemi të trajnuar dhe kemi dhe dokumentacionin për katës apo bazë ligjore ku mbështetemi atë, bazohet kryesisht në shërbimin ndaj disa grup pacientësh të cilët kanë pamundësi ose vështirësi të madhe të themi për të ardhur paraqitur qendrën shëndetësore. Është në vazhdim, është proces I përditshëm pune, ky kontrolli shëndetësor në banesë, dhe ne pothuajse çdo ditë kemi dikë që duhet të vej mjeku ose infermieri, kryesisht infermieri, dhe mjeku pasaj kur gjykohet e nevojshme. Ne jemi, siç thash, meqse po diskutojmë, madje edhe tani jemi në përgatitje dhe për një trajnim të ri që do bëjmë në lidhje me këtë temë. Trajnimet bëhen në monitorimin e një shoqate të shëndetit, është projekti HAP quhet, është një projekt zviceran, I qeverisë zvicerane, I cili ka shumë vite, ka rreth vite që asiston qendra shëndetësore. Ka qenë në disa zona të Shqipërisë, tani është edhe këtu te neve në Vlorë, në 2-3 qendra shëndetësore, të cilat I asiston qendra shëndetësore dhe Ministrinë e Shëndetësisë në këtë projekt. Dhe ne jemi tani duke organizuar një trajnim që do flasim për këto problematika me njëri tjetrin. Kështu për bluzat e bardha të qendrës shëndetësore në Vosel, tashmë kontrolli shëndetësor në banesë është një proces I përditshëm pune, që synon të përmirësojë cilësinë e shërbimit dhe të jetë më pranë nevojave të pacientëve.